Për gati 50 vite, aty nuk numrohen orët, por vargjet. Nuk planifikohet në sërmja, por imagjinohet. 4 burra, 4 zëra arti që çdo 5 dite, kafeja oftohet për bisedat nxehen. 4 shokët që flasin për jetën që i ka sprovuar, për artin që i ka shpëtuar dhe për të ardhmen që ende guxojnë ta ëndërrojnë. Hajde mirë se ardhë mëre. Are, me shë. Na gati për ditë po takuam, po apet për në mërë molli mu po më. Pra në ti kënë Prishtinë, po që a kishtë të rejat janë e prune në i sana që o bo, ha? Po, bësa, që? Qito, ha? Po. Në da hoj që... Dikur, normalisht se ishëm dikur ma të rija, mund kujtohet prene e Idrizi, kur në ko shok klase. Merëmen. E ma vën të në, preni, unë e Gjoni, kemi qenë bashkë në shkollën e mesme. Po Idrizi në shkoj në shkollën e lartë të artit në pej. Po nuk është potëm në me veti. Ne ejtëm bashkë. Edhe pasi përfundum shkollën, fillum me punu dhe prap u bom bashkë. Punum bashkë. Shkoj një kohë gjatë, që shto bashke, ty kryu, ty fole, ty bisedu, ty... Bilin nga një herë, që ditë njerës. Thënë asë njën si një karakteri njëjtë. Piktor, kë kryus, unë aktor, kë skulptor, edhe tash, asë njën nuk jem një profesioni. Po e qojmë shumë mirë, po nga një herë di me që dhe bojmë edhe ka pak lafe, sene, se nuk pajtojmë kajtësish, por... Në atë katërit, dhe disa shok tjeri kemi, jo vish na, po na zakonisht që jem autoktonë, është të poquj, ne jem sukurtele të Sharkis. As njoni një ka njësaj, po kur t'i bin Sharkinje, krëng, o të knjaq melodia. E qashtu jem na 4 shok, që kur bisedojmë, kur flasim, kur i bime e qesëm dëzen, e knjaqim edhe publikun. Na këtu qytetare kemi Smetin, ndërsa na tjertë jemi katunarë. Katunarë dhe na njëherë një javë të martëv, dalim qytet, se të martëv këto është pazar, edhe i trajtojmë problemet e klinës, a mas shumë të problemet e librit. Kulturës e librit edhe krejt. Këtu qëndron qelësi krejt kësaj bisede që po e bëjmë sot. Jemi rast unikat, tash po flasë shumë seriozisht, rast unikat që ofër 50 vjetë jemi bashkë. Të kalosh 50 vjetë me një shoshni edhe mos me pas probleme të ndërsjela, kështu është sukses i madh edhe është model edhe për të rinj se si duhet me kalu një shoshni e mirë. Pasi folën për shoshrinë që i kanë mbajtur bashkë për vite, edhe koha t'i njohim edhe më nga afër, për te tavolitës, për te miqësisë. Kush është ai që të rret i pari për me dalë? Seriozisht, nuk pi pres me fol këta, po ai jam unë. Qelësi i tubimit gatit për ditë shumë jo, po një që jam unë. Unë i akordoj, i thire këte mramje, jo ditën. Edhe kështu që të martë, zakonisht jemi tip-top. Cili është ai që vonohet më shumë? Kush vonohet? Me vones? Unë e di, vëlla kush. Vëlla jonë se di. Unë e di. Tonë, Unë e di. Qa që të pas pari që ka më ato bu, ka e po qaj. Dhe pa e pareshëm dati. Motori. Ka mundësi. Ja, ka njerë. Ka e vonohet. Ko thonë, pas ka shku të Prishtinë me botu një liber. Ose i Smeti, qëtë ka një rol, po vjen atër. Ja. Cili paguan më shpesh? Aty du me folë unë. Jo, unë e djeshta. Jo, unë dështë, folë. Hec, folë. Se na është një tash shumë seriozisht e gabi. Ky problem është se na evident. A dim se shumë prej nesh qohemi të parë në shef të pagujnë. Në më thënë e kena... Jo, nuk e kem problem na. Atë punë pagesës se kem na problem, na shok. Cili ka më shumë humor? Dhe,
Karahise. Humori, po, është interesant. Për miqit me kesh, i qesun, se e kam një farteme, i preki këta të tonë, i preki me i farteme. Po këta më kritikojnë. Edhe pse hiqani në unë. Humori është pjesë e jetës. Edhe normalisht që na i punë serioze që e bëjmë. Nga njëherë mas me i dho pak vetit pushim. Edhe me humor, normalisht se nështë arandoj vetën shumë tepër. Bili pineve, mas roni e ka preni, po e marron me mu, kuj jek shumë me mu. Soni përgatis 40 vepra u botull marë prena, për një këtë punë shka u bo. Tash 40 vepra, që shi kum shkru nëne, që shi kum qitë drunë, se kishë thonë janë në kërë, tha unë kum po t'y ngarkuën, tha e mare mrapsht. Tha dhe kum po në marë, vish kajtë mrapsht, tha s'kum po. E ka jeron ma të shkrimet e mija, kajtë mrapsht e vish ja dërzoj ti, nreshi, rëgulloj, hili, doj paqinga, doj aty, doj, po krehi, rëgullu, edhe këtë thot ka heroj, se smet në dë fjallë vish që të pëti une, se tjetër kush s'kish dit me të rëgulluën që të. Kush kërkon falje më shpesh? Falje më shpesh kërkon preni. Ka herë edhe unë, po unë jam si orë lisë në styjnë në mes munona gjithmonë me një humorë, me një pak mutën senet, sepse ka herë edhe në biseda ko gjaj ngritu më zonë, qarohemi, thot i shkatoj me bo këta, kër je puna veç që shtu zatetëm, tak, ullim, edhe prapim kafe, e bojmë lave, e bojmë. Cili e dëgjon gruan më shumë? A bona pyetjen. A mund mu përgjigje? Hajde. Unë du me të regu kushen nga gruan mas shumë ti. Po mas pari du me bani në pyetje une, që këta përkon me njojnë. Ka shokët e me përkon me njojnë. Kusho aj që e nga gruan mas shumë? Kusho aj? Kusho aj? Jo, penet 4, kusho aj që e nga gruan mas shumë? Mingu. Dhe të fakti, që unë kam grunë pipeje, që kom jetu në klin, ma ka mundësu që t'jem zbashku e gjithë mund e pandame me ta. Edhe dhe nëse me pandame me ta, të thëtë edhe kom dëgju. Bili, si shtuhet në dynjane se ka ku nije, ta kësha ndëgju babën sa, kom dëgju gruën dhe ta kësha fitu parajse. Po, mira puna, në regullë, edhe Hatigje për shëndesa, tje ku jesë pa ty, sëm shka slafë e zbistetë. Krejt në fund se cili ka një mesazh për tjetrën. Porosi kam, mos na mungoni të marteu. Për çdo të marte se kafja po ftofet. Tash, thjesht është ta që se ko i shmetit tani në vetën keq në shpundi, se gjithë kemi vujtë. Bile për pandemi se këne pak ma përpara kemi kalu do të lëshë shëndetësore kështë. Edhe kjo është mirë që është balavacu edhe i shmeti, po edhe unë vetë edhe i të hizi pesa dhe gjone. Edhe gjone kemi pas të lëshë. Dhe por që jo shkja do më thonë qoftë edhe në atë momentet ma të likë shëndetësore. është mirë që njerëzit ta çojnë mendjen në atë arti e kultura se me njëherë është infuzioni më i miri për edhe për smundje edhe për me marrë të fresht edhe moshën, me marrë të fresht edhe kujtesën dhe mendjen edhe rrethën familjare, shoqërore tjerë. Shumë bukur. Puna jam është shumë interesant. Kur jam pa qefi, jam diçka, më thot gruaja jam, më thrasin ta shok, gëzohet gruaja jam. Jo shqyqyr që të në shok. Pse ati gjë po gëzosh, ta se di që shnjosh është të lejten me ta. Po shnjëzat mos më gani, nëse dali më po shnjësh bashkë për ju jam, nëryshe, stjo. Shka me thonë, erdhe në skerën da, unë apet kafe ti.